Top Fare. Mirëmbrëma të dashur dëgjues, mirë se keni ardhur në Top Albania Radio në Top Fare. Është e hënë fillim jave, data 24 nëntor 2025. Angelo Shkreli, Julian Hurdha, DJ Vini, treshja braziliane sidomos. Po edhe sot braziliane, braziliane to festa nëntorit. Po si shef të gjithë flamujt e Brazilit se të ikim në botror. Nuk ndryshojmë asnjëherë, Juli. Ka filluar Neymari të bëjë shqiponjën me duar. Patjetër. E bën Rodrigo ku bën gol. Është shqiptar të gjithë. Rubrika si na kopjojnë të huaj. Do të jemi deri në orën 20:00 si çdo të hënë. Çdo fillim jave ju e dini tashmë për ta nisur me energji, me ritëm, me pozitivitet, me të qeshura, me gaze hare siç dim. Vetëm ne. Ja më se din edhe të huaj të po. Të huaj din. Din të gjithë. Ne flasim këtu, more. Okej, bukur se po na bëjnë video. Çoj duar lart Juli, çoj duar lart. Për të gjithë ju mund të na ndiqni edhe në kanalin 10 në digital. Do mundohemi që t'ju argëtojmë, t'ju lehtësojmë trafikun, nervat e punës, të shtëpisë, të gruas, deri te piramidas, aty para kryeministrisë keni protestë, kështu që aty mos kaloni. Top Fare, ne Top Fare ande nga kryeministria. Po jo, ne kemi Top Fare si punë, ata kanë Terezi. Po pse i gjetën fiks tonë raport? Duan që ti ndajnë, të krijojnë diversitet. Sa që na dëgjojnë ne, sa që dëgjojnë politikanët. Po prapë ne dëgjojmë më shumë, jam i bindur për këtë. A thua? Po. Është shumë e rrezikshme kjo që po thua, koleg. Nuk është e rrezikshme kjo. Okej, nejse. Qendle të lejnë në karvani ecën përpara. Ata nuk e kanë në radio, në çdo makinë. Po. Kështu që sa do të bërtasin, prap nuk do dëgjohen në çdo makinë. Bukur shumë, bukur. Vazhdojmë. Do të jemi së bashku siç tham për 120 minuta, por do ndalemi pak tek historia. Prap nuk kam qenë mirë me historinë. Ju lutem mos më vendos me shpatllën mbas morit. O lala këtu. Hajde lale, hajde. Fanoli kishte një shprehje që përkon fiks për 28-29 nëntorin këtu tek ne. Në të gjitha gjuhët mund të flas, thoshte Noli, por kur më dhem shpirti, vetëm shqip bërtas. Çfarë thua ora? Prandaj edhe ne bërtasim gjithmonë kur jemi në trafik ose kur shohim lajmet. Është edhe nga shpirti, por është edhe nga halli ajo. Po jo, ka pas të drejtë Noli. Prandaj edhe ne vetëm bërtasim kur shajm dhe shohim lajmet. Çfarë thua ora? E po Noli ishte 100% i sakt. Ne sot flasim anglisht sikur jemi rrit në Manhattan. Të lutem shumë. Yes, sir. Ti thjesht aprovon në gjuhën që unë do them. Po. Italisht sikur jemi rrit në Sanremo. Certo che lo so. DJ Vini è un migliore DJ di Radio Top Albania. Bukur. Gjermanisht sikur kishim shok Beckenbauer. Ja, 1, 2, Polizei, 3, 4, 5. 7, 8, guten Nacht. Thash thjesht aprovo, jo këndo. Okej, mirë, ha vazhdo. Greqisht sikur kemi ndarë Qiran me Lefteris Fantazis. E la retora re file. Top Albania Radio. Edhe turqisht dihet se jemi rrit me sultan. Ej valla çok të shekretërim Juli Bey. Top Albania Radio do radio. Por vjen 28 nëntori dhe ç'ndodh? Ja ta them unë se mlodhem. Tregove që në CV-n time ka shumë gjuhë huaja. Po pikërisht për atë e bëra. Na kthehet shqiponja pa pritur ore për 28-29 nëntor. Bravo, ja ta bëjmë na kapi dhe kamera. Filmo. Kthej. Edhe ai që gjithë vitin ka thënë bro what like feeling në 28 nëntor poston urime Shqipëri, zemra plot me atë emogjin që bën Shqipërinë me duar. Fiks. Papritur Shqipja bëhet gjuha e zemrës. Vishën dhe rregullohen dhe ikin në parti kërcejnë thelona me njosi, e kupton dhe çmend shumë. Ke parasysh janë këta o Vini se ti je DJ, si ka mundësi që vendosim ne këto hitet shqiptare, fillon në njëra kërcen, po kur vendoset në një grek, ngrihen gjithë çunat e kanë këtë që ngren duart lart dhe vetëm këndojnë kështu, po si ka mundësi që edhe një pyetje kam. Kjo është pyetje nga salla. Grekët nëpër disko dëgjojnë këngë shqip? Po. Jo ore. Po. Alban Skëdera po bën namin aty. Mira, ai ka koncert, po ai ka fjalën. Agapo mja pizzirica. E kemi në get. S'kemi çfarë të bëjmë. Se imagjino është njësoj kjo kënga që vuri Vini është njësoj sikur grekët tani në mes të Athinës të dëgjojnë Altin Shiren. Po e dëgjojnë Altin Shiren. Po e dëgjojnë Altin Shiren nga grekët e ka. Jo. Gëzuar. Edhe për ja. Edhe kjo Andreas. Në plakë.
Dhe për të kthyer tek Noli, shumë prej nesh nuk bërtasin shqip se na dhem shpirti, pra shkojmë prap tek Noli do vim. Bërtasim shqip siç ta kolegu se ka trafik o vllai, nuk na rrihet. Bërtasim shqip në stadium, bërtasim shqip kur shajm, sa aty na mbushet goja shqip. Po kemi shumë duke sharjet. Jo pra, kjo është magjia e 29 nëntorit dhe kur nuk kemi asnjë arsye të jemi patriot, bëhemi. Nga që jemi shqiptar. Dhe le të bëhesh patriot këto ditë është cool, Juli. Fol shqip. Po cool, ma çiko, nuk e gjej dot fjalën unë për këtë se kemi një përdorim në jetë, flasim anglisht, edhe kemi harruar si i thuhet shqip. Ma gjeti mua cool. Edhe kjo përshëndetje shkon fix për prind, për shkak mund të kurse gjeti ta gjejmë, tarja që gërbon. Edhe kjo përshëndetje shkon për prindrit, nëse të doli shpirti duke munduar të gjesh vend për të parkuar se të çosh fëmijën tek këto aktivitetet e shkollës me rastin e festave të nëntorit, merr shtruar. Edhe Ismail Qemali lodhe, se ju e mendoni kështu, shaka rrugën. Po normale po. Madje lodhe e shumë, kishte e shumë pengesa, sa e la dhe karroca në rrugë, kishte karro tret dhe u detyrua i hipte kalit. Po tani me kal ishte puna atëre. Nëse dikush i bie bories, apo ta bën me drita që ti t'i hapësh rrugën, merre shtruar. Ndoshta ai po nxiton të arrijë i pari të sheshi që të thotë un jam patrioti më i shpejt i vitit. Fiks për çmim. Normale po, t'japim një çmim ti. O më Shqipëri, tha zemra rrej kuqezi, po ja forca burit e makinave dhe fishek zjarrit çdo natë në orën 12. Mirë mbrëma Shqipëri, mos harroni jeni duke ndjekur Top Albania Radio këtu. Do t'ikim në muzikë. Jemi rikthyer. Dhe tani jemi gati për të shkuar për të bërë filma. Për të shkuar? Po, për të shkuar për të bërë filma. Po ku do vëm sot se shikoj si jemi bërë? Ku na shkon mendja, ja. Si dy personazhe historike jemi bërë. Po. Personazhe filmash, po saktë se historiket janë pak më ndryshe. Megjithatë, dihet festat e nëntorit ja kemi dedikuar ku mundemi filmave shqiptar dhe sigurisht si mund të mungonte nëntori i dytë version Top Albania Radio. Patjetër. Ditë vini na çon në botën nëntori i tretë i 4. Ujsa, ujevla, se u vonove a derbard. Lene mos më pyet Ismail Bey. Unisa. Të traum në lunëm kërkun lek. Shif unë kisha harru kuletën. E u ktheva prap, e mora kuletën, e erdha. Po ditë më kishe bërë një telefon mua, burë, e kishim zgjidhur direkt e këtë mua bet. Ismail Bey, a do bajmë shtet, a do fillojmë me mistina e telefonata që i tash? Mirë. Mira mos bërtitore se na dëgjojnë të tjerët. Po çe kja të flamur kineza ashtuare. Po që veç të mujta me gjet Ismail Bey, e gjeta i këtu poshtë të stadiumi. Hajde tani ore, bëu gati të fillojmë Get Ready With Us në ditën e shpalljes së pavarësisë. Veç, apo ma shiti kafe se shumë jam lë dhe jam stresu e strapacu. Ore, derbar qartë thuat jo, me sheqere do apo sate, si e do, ta bën vllai. O Ismail, çka po thu? A kemi me shpall pavarësin me kafe turke, a? Po miro, derbar, po ta bëj ekspreso, se na lojte. Shumë po më provokon burr. A dhe shpallin pavarësin me kafe italiana, e të themi pastaj grasje mile populli shqiptar? O njësh, o turke o ekspresore, s'ka kafe tjetër, që të bëjnë, arabika ty jo. Lene fare, ma shqiti gotuj. Uj dashke ti, uj. Më ka gjithë belaja, uj sa djali. Pse burr? Ore dal në rrugë dhe nuk më njojnë të rintore. Po mirë, futun Big Brother njeftan Shqipnia mas nej. Ure Isa, s'të ka bërë mirë kalit ty jo. Mos bëj mua tila numrati, mos u tall. Unë i thema më njifni, po ti ai aktorit e filmi pavarësisot, po më bëjnë mua aktor të kino studios, ore, e kupton ç'po bëhet, ore, o Isa. Ismail Bey, mos më bëj filma mu. Se po vjen momenti t'japim jetën për Shqipnin, jo me marrë role. Ndaj të them, ore, ta shpallim pavarësin sa më shpejt, pare se të na marrim për influencerat TikTok-u. Edhe shive na gjena i flamur, jo kines si ai që ke marrë ti, ore. Edhe tjeti e kurosur, se mos dalim si këta të sotmin që e mbajnë flamurin me rudha, si qarqafi 97, se kupton apo jo? E kam dhe i flamur tjetër, Ismail Bey, po. Hajda shof njerë si e Mos gjerë. të rego se e bleva të këta që shesin për 29 nëntorin, dyqanet e vogla, ma dhanë më ofertë. Po e so se s'ka problem, ore. E mori. Po kupon, kishte o? Jos, më dhanë kupon. S'da, po e so, s'ka problem, mos e vri për. Jo, ka problem, Ismail Bey.
Si s'ka problem, se mos po na del në njani nesër e po na thot pavarësinë e sponsorizova unë me biznesin tim. Qa spret prej këtyne. E di qa më shqetëson mua më shumë o Isa. Ne e shpallim pavarësinë sot, po mos na kërkojnë certifikat familjare nesër, ore, e kupton qa po bëhet. Ja burr, futu e merr online. Po kam provu ta marr, ore, po s'më punon në Albania. Mora në telefon, më tha paraqituni te Sporteli. E ç'thon te Sporteli? Bëje aplikimin online, ore. Po t'ja e ke bo aplikimin prapse. O Isa. Kam thënë o burma, mos e shif shumë atë TikTokun, se desh na telendise këtu. Drejt ke. Prit se po mi bi Luigi. Ha? Ha Luigi. Po. Ja se i tham unë. Luigi po më thos Gura kush jore? Po, thuj dhe Ismailit thot. Po qa bënaj, pse s'ka ardhur ai, nga bëtaj. Birni nga Durrësi se ka trafik mbrapa shesh. Hape qik mapsin, ore, shive trafikun atë. Po e hap, ja. A Ismail Bey, a shef ku po kemi përfundu e ku kemi ra. Certifikat s'marim dot pa internet. Blejm flamur pa kupon. Po shpallim pavarësin, pa marr leje. Burr, mos po vin, e po na e shemin flamurin. Ja fusin fadromën Ismail Bey. Mos të duket çudi, Isa. Po bëhet online kjo punë. A njeft në një që shpat pavarësin me aplikacion, ta kemi këtu, ha? Teknologja. Po Isa, nga i reti, ore, për të ardhur deri këtu në Vlorë. Kam frikë Ismail Bey, kam frikë burr. Imagjino po japim shpirt për këtë punë e pas 100 vitesh rinia mos ta di kush jemi. Urojmë që pas 100 vitesh mos të na shajnë ne, ore, edhe mos të na shajnë ne si shqiptar, si kom, më kupton apo jo? Kan fillu Ismail Bey. Kur po vija pri këtu, dëgjova ca që po shanin. Zbahet ky vend thoshin. Po prit burri thash, prit ta shpallim, e pas na i thuj bahet as bahet. Kështu janë, o Isa. Në mëngjes thot ky vend nuk bëhet. Në drek thot s'ka shtet, në dark thot ore. Pse nuk bëhet ky vend? Shtrije në krevat, edhe ka një fluturim të lirë për Turqi se kemi 4 ditë pushime. Kupton çfarë bëhet, ore? Ka i trurja, më ran flokët. Këta presin të bëhet vet vendi Ismail Bey, pa u lodhur askush, po vendi sa lavatriçe që e shty butonin e lahet vet. Rrugës kur po vija na lova i pyta. Data 28, ejte. Qa ndodh bite mi? Ha? Të ejten se dim thanë po të premte në Black Friday. Po djemt, ore, a i pet djemt rrugve, o Isa. I pash Ismail Bey. Kishin ndryshu shumë burr. Nuk mbanin ma pushkën krasi na. Tani në vend të pushkës mbajnë tripodin, o Isa. Të gjejnë këndin më të mirë për të bërë video. Zire telefonin nis, hape Google-in. Dëgjo aty, shkruaj, çfarë bëhet në për Evropë? Qa thonë në internet për ne, pyet pak të lutem. Thonë që jemi herojnë burr, herojnë të kombit, që nga dhe një video me të rind. A Isa, atë dua, rinin. Thonë që jemi 2 emra rrugsh, edhe ca tjerë thonë që ti je shkollë me 2 turne. Ore, ku e lexove këtë, ore? Këtu e thotë. Po për Shqipërinë, ore, për Shqipërinë qarë thonë, apo po lulzon, lulzaimi lulio. Po e thonë ca. Kush? Firmat e ndërtimit. Ja, zoti ma. Po si duket situata, ore, do ta shpallim apo jo tani se... E di që them unë burr, e shpallim pa e lam ku t'luj kombëtarja, se veç ashtu mund mledhi më shumë patriota. Po njerëzit e tu, ore, a i ftove? Po nuk vin Ismail Bey. I kom ledh mrom tani i thash, hajde burr, shpallim pavarësin. Lena thanë se kemi kap një ofertë 19 euro për Stamboll, po ikim. O Isa, po mendoj një gjë, ore. Nëse këta të rinë t'ikin të gjithë, kujt po ja shpallim pavarësinë, ore? Flamurit, ha? Mos u mërzit burr se kështu thonë. Po ma e men, kanë përtar të gjitha ditë aty. E di qa, i fuzim dhe i giveaway, e vin gjithë. Ore, parë zotin, ore, nga qa rrugë i reti, se nuk po të kuptoja. Ka shumë e duan Shqipërinë këta thua? Po s'vin se duan Shqipërinë, Ismail Bey, vin se bëjnë foto e video e postojnë patriota. Mire kemi, ore, mirë. Marim dhe kamera të jemi live. A jemi live? Jo, is. Ha. Mos shaj o Isa, mos shnap. Gati isha burr, sa the jemi live. Ismail Bey, rinia duhet ta di që na kishim ëndra për Shqipërinë, po sot çka kanë? Sot ka vetëm ankesa, o Isa. Ëndrat janë në avion duke ikur jashtë shtetit. E di pse s'bëhet Shqipëria, Ismail Bey. Is. Se secili thot, ti isha unë, po në fakt s'ha asnjani. Por Isa,
Ore mos mendon ti se po ngutemi gjëne. Pse burr? Kështu si po shkojnë punët, kam frikë se do ta mbaj me dorë ore. Këto mbash me dorë, Ismail. Flamurin ojsa! Po ne në nëntor kemi lënë pavarësin këta fiks në nëntor bëjnë ofertat iki prej Shqipëri ore. Dyndet popullin në aeroport, e kupton ti çfarë po bëhet? Ismail Bey, a kishte ndonjë ofertë për Zvicër? Po ore, kishte. Rregull. Ojsa! Ma le dorën flamur ore derban. Ige dhe ti more Isa, ige. E të këndoj qyshja në këtë gërmall. Ka që mbyllë. E bëm Ke kishte nëntori 4. Stil top fare. Imagjino të ndodhte kjo biseda. Tamam, nëse do të vinin mbase figurat më të rëndësishme që kemi në Por ka trafik vërtet brenda shesh tani. Po ku dëgjon ti atë? Çfarë zoti nga i gjeja kështu. Na kapi e qeshur. Po dy rrugë. Okej. Në rregull, ora është 18:29 minuta. Po, tjetër, o vini, i kemi ndar fikse, dim tani, dim si funksionon gjë. Okej, do t'ikim Nuk ka e qetë situata. E qetë, po. Okej, kemi shkëputje publicitare dhe muzikën më të mirë që DJ Vini është ande nga krau tjetër i xhamit për ta bërë këtë gjën realitet. Sërish në transmetim të drejt për drejt jeni duke ndjekur Good Feeling nga Florida. Këtë këngëtarin Julia mban mend ishte ai që bënte këngën Can you blow my whistle baby? Ky që na ka mësuar se si të fërshkëllejmë. Ja, ka qenë fantastike fare. E mbanim një ca kohë atëherë edhe kështu si ringtone, si zile telefoni. Që vendosim këngë tani. Rini. 18:36 minuta është në orë. Jemi live këtu në Top Albania Radio në Top Fare. Angelo Shkeli, Julian Hura dhe DJ Vini që bën magjira nga ana tjetër e Çka ka ndodhur? Kemi telefon? Sa mori Ismail. Jo, Luigi. Jo. Alo. Alo. Jasu, hajde qasu, si kalove? Jasu Repile, ke ju telefonova për festat e nëntorit, gjithë shqiptarët ku janë në anën banë. Faleminderit motra jon, faleminderit. Po besoj nga na telefonon se duhet na telefonosh nga Greqia, besoj kështu nga Theksi. Afina, Selaniku, nga je? Εγώ jam sto Athina, që kam vite që jam këtu, po zemra ime është gjithmonë në Shqipëria. Qa the, egoistëm? Qa thua me zemra ime thotë është gjithmonë në Shqipëria. Okay. E pas ka zemra në Shqipëri, Trupi në Greqi, ore zemra në Shqipëri. Po, është i keqja, jo, po. Po duku ndonjëherë këtej nga atë, domethënë nga zemra, mos kujto se vetëm për festat apo atëri i bie telefonit, ha? Pedia mos më prisni me këmbë të para, se këto nerdha për t'i uruar. Për t'na uruar, po çfarë është kjo pedja, se e the pedja një herë, dy herë, tre herë. Ç'a do të thotë? Pse mo, beziste ti lëre flasit? Pedja, mos na shano Julius, jemi live, por se me atë regjistrim ta hiqi. Ajo e mba përgjegjësinë. Okej, mirë. Po ta riuroj edhe veten, jo vetëm neve. Jasu se edhe ne këtu në Greqi e ndjejmë, sa herë bëni ju festa, që atje këtu ke ne rritet çmimi. Rritet çmimi? Qa çmimi rritet mi? Ke sa herë bëni ju festa, ne blejmë mishi, që festojmë. Dhe sa festime bëni ju atje, ke ka shumë mish blejnë ne këtej. Unë barua mishi Refile, sa më mish e greku. Edhe këtu të nësime. Pas ka kriz nga greku, ha? Kriz mishi, o vini, Po vjo, ani do i gjë tjetër, jo vetëm me mish tani, në zonjë. Mishi me xhaxhiki rese. Oçna. Sa gjithë tjetër ku festoni ju? Mishi mirë, marrin, hajnë mish mirë të po. Po mirë, si ka pas edhe shumë mish bëndëm. E gjove mjeshtrin, bëndëm shumë mish. O zonjë, po ti tani ta marrin vesh ne more për t'u ruar, për t'u ankuar, se tani ne kemi allë, ç'na duhet ne me greku që rritet mishi grekut. Ç'pun kemi ne vetë? Pyesni Mitsotaj, ç'pun kemi ne? Për ç'a more? Për t'u ankuar more? Hire, unë ju mora për t'u uruar nga zemra, që t'jeni pavaro lidhur gjithmonë pavaro. Pavaro çfarë? Mos na ka ngatruar me Luciano Pavarotin kjo nevo. Pavaro çfarë zonjë? Pavaro lidhur, te diamu. Pavaro lidhur? Okay. E po mirë, të keqen e urimit apo, urim stil mallkimi thotë. Gjithsesi, Juli ka një pyetje për ty. Një. Jepi ti orë, ti e ke. Atë se ke një pyetje për mua. Shpite ka unë s'do të flas me këtë, se po më mërzit shumë. O zonjë,
Meqense vet flisni shqip. Po e keni shqipen pak të shartuar me fjalë greke. Po fëmijëva ju keni mësuar shqip? Gjuhën e nënës domethënë? Ne, se nëna ime fliste grekisht dhe file se e kam nga Fisocica në kufi me grekin. Nga e keni? Nga Fisocica më lidhur në grekin, në kufi me grekin. Fisocica! Vini e di ku i Fisocica? Po, është në kufi ande nga greku. Domethënë burri jot pas ka durim derri zonj. Shqipen. Ja ke mësuar fëmijëve shqipen. Me Shqipen fëmijët e mësuan sharjet e para, që thash më mirë mos e përdosin gjuhën, që më mirë mos ta mësojnë fare. Shif ku i ka shku menja, mos përdosin gjuhën se kanë mësuar sharjet. Fale, emrin si e kishe zonj? Ego ime Dimitrula. Ego ime, sa emër gjatë pas? Ego ime Dimitrula, po si të thrasin në shkurt, ego? Apo ime? Ime. Si që thonin bason Ula, ku jemi Ula? Bukur zonja Ula, bukur, na pëlqen, po. O zonj, po nga Shqipëria keni marrë veç ka ndodhur, i ndiqni lajmet, portalet, mediat? Për ditë, ke sa Facebookun, ke lexoj komentet nga kushurin, ke aty marrë veç të gjitha informacionet. Aty di si ecën ekonomia, kush ka vjedhur, kush ka shtuar kile, kush ka marrë kredi, kush martohet, po ke edhe kush pritet të futet në Big Vrat. Po hënjerë, na thuaj. Tash informacionet se dim nëse i kemi të sakta, apo jo, po e bëkeni patriotizmin me wireless, ha? Po normal, se sot atë mbahet me interneti, që unë jam patriote digitale, shqiponjen e bëj me emoji se më duar me dhëmbin kockat. Që mbaj një fort atë unë, ke mos e lini se pa atë nuk jeni asgjë. Bravo Dimitrula, bravo. Shumë e ke mbajt atë unë. Sa e ke lënë vetëm e ke ikë andej. Po kush e di për çka ka ikë, më mos i bjem edhe në e shkreta ka marrë telefon po argjon ofertën me kupton ti çfarë bën. Ka marrë nga WhatsApp-i, më pa argjon internetin. Aq fort e ka mbajtur Greqinë më sa e ka lënë Shqipërinë në dorëzime, kupton? Ka lënë kështu pa duar fare. Se mbante do t'i dhembin kockat prandaj tha, mbajeni ju. Shiko refile, se ne këtu në Greqia kemi sistemi, kemi kultura, kemi ekonomia, që domethënë kishte ekonomi para se të rriteshin çmimet, po prapë tjetër frima. Po, mi shoqë, po, atje edhe ajri man këshu, arom kamomili. Po, normalo, E drejt. Nere, ke më ndjek fati keqe refile mu. Sa via tje ke argjoj lekët e kthehem sto Athina me portofolakja bosh. E ki kam thënë vete, shumë më në Shqipëria se të ndjek varfëria. Ajde refile Kalinista. Kalinista, zonja Ula. Me të mira, Kalinita, vlla, mirë, natën e mirë, Kalinita. Thështë të tha Kaliunis. Jo, Kalinisa. Okej, natën e mirë, zonja Dimitrula nga Athina na mori për të na uruar. Shumë faleminderit Dimitrula, edhe ne si shqiptar që e duam shumë muzikën, do t'ju përshëndesim. Top fare më dhe kjo miza ishte këtu të ne, nuk ishte aty të ju. Se të njëri nga makinë ka kthyer kokën. Ku hyni miza këtu? Miza. DJ Vini, jemi gati të bëjmë lajme. Pa pasi bijem pak botës rreth e qark për 5 minuta. Okej, DJ Vini na jep atë bazën që ta fusësh në atë botën. Me mbro të dashur teleshikues, teledëgjues, teletabis. Jemi këtu në flash informativ shkurt e gjysëm. Spajnë, ikin dritat në hoteli luksos, shqiptari nuk humb kohë dhe gërbit 1 milion euro bijuterik, sa i thon fix me të fik lampa. Rritet kreditimin e lek, po normale se euro mori rrugën e Mos maleve më koleg çkema për se stresohesh pra, më fillojnë ato. Nisë me vrulle prandaj. Rita Ora hapit me deklaratën se gjyshja e saj ka qenë shtrik. Çfarë thua? Gjyshja ime ka qenë 100% shtrik, ka deklaruar ajo. Po ka drejtë se si jepte leku ishte e vogël. Ja, thashë mos a doli nga fjerje. Berati. Spanjë, prokuroria kërkon 24 vite burg për ish ministrin e transportit të përfshirë në korrupsion. Edhe rrugën do ta bëjnë në këmbë, tha të shkel me këmbë aty ku ka vjedh. Normal Spanjërët godet. Shpërthen trajneri i Nigeris pas eliminimit nga botrori. Kongo na bëri magji me kukulla vudu. Po mirë ndeshjen e radhës dhe Tiberi kanë atje lojtarëve çohen Berat, kështu që lajni, dilni jek.
Cristiano Ronaldo, unë jam më i bukur se David Beckham dhe më i njohur se Donald Trump. Dhe sigurisht jam më i pasur se Yul Hur dhe Angelo Shkreli të dy së bashku. Përveç kësaj, po këtë deklaratë ka bërë para se shkonte në shtëpinë bardhë apo pas? Po, para më para. Po shumë mirë, normal që ta bënte para se pas. E pash, po kalonte si ishte syt njëri në shtëpi të bardhë nxi shkreti. Po ishte në shtëpi të bardhë burr, si ishte tu dalte ka fjalaqe, si imagjino Cristiano Ronaldo personi që si binte njeriu në sytë taj takimi. Mers zemëron brazilianët me komentet e tij. Çfarë tha? Shau karnavalet më duket. Jo, akoma më keq. Oho, i pas ka përmend humbje 7-1, ha? Ka thënë për një qytet brazilian që aty nuk rrihet më, nuk rrihet më, të iki. Shiri pas ka bë golin, bravo Merc. Qeveria indoneziane evakuoi 170 alpinistët e bllokuar në Semeru. Tani qeverinë ka zënë halli se disa prej tyre dolën aq shpejt sa tani pyesin nëse marrin edhe medalje për zbritjen më të shpejtë vitit. Tom Cruise me një Oscar nderi, të bëja filma thot duke se thjesht punë, është identiteti im, po ti s'bën filma mor shok, ti bën vrapë edhe nga lartësitë. Filma. Normal. Cristiano Ronaldo bën një selfie në shtëpinë e bardhë me Musk, Infantinon dhe Georginën. Kjo foto në shqip ka vetëm një përshkrim. Gjithë të mirat i ke, gjithë çfarë dush, modele, leke, pushtete, talente, çfarë do më nga jeta. Nëse keni nevojë për një mënyrë moderne për të mbajtur telefonin tuaj, Apple e ka zgjidhjen. Laçon një xhep për celularin tuaj i cili kushton $230. Kështu që kemi Apple që na tregon ku me fut celularin se deri sot se dinë vallaj. Për zotin ç'i keni këto, ha? Aq më tepër që i kemi xhepat bosh, ka vetë sa dush. Po si ka ishte më dhënë xhepat yli. Gen Z, brezi për të cilën puna është më depresive se sa papunësia. Po normal se ti punon gjithë muajin. Futesh në Instagram e sheh atë moshën tënde që ka hedhur një foto në Maldive dhe ka një orë sa bën sa të dyja veshkat e tua dhe thua ti po punoj kot. Imagjino. Çfarë ndodh? Po mirë mos u fut Instagram. Ta fshivare? Fshije? Mirë, po e fshi. Pas Trump, BBC i kërkon falje dhe Kate Middleton. Me sa duket edhe BBC e ka kuptuar se është më mirë të kërkosh falje sa të rish durosh komentet e sharje në rrjetet sociale. Fute një fal, aty e jam rregull. Do t'i bie më të fortë. Man. Fusha e rënduar nga shiu shtyhet ndeshja e kategorisë së parë. Me aq shumë shi sa ra, do ta kthejmë vendin për të kullotur lopës se të dali bari i ri, do kënaqen lopët tëra i truall me bar. Ç'është kjo lopë të keqen, si ajo lopa këtej nga Tirana. O vino çak. Çi pas ka këto loptare. Është ushqyer me bio lopa. Po edhe një lopën. Hajde lopa. Tregu i punës në epokën e inteligjencës artificiale. Cilët punonjës do të kërkohen më shumë deri në 2030? Ka provizione pafund për ata që rrin pa punë, prapë do i kërkojë njëri po zgjetën vetë. Se do të pavi pse vi puna të kërkoj ti kush jeni çfarë punon. Në fakt ti puna vetë erdhi, po ta vendosh. Po e lutem gjithë natën. Po bravo. Hajde të lutem. Autokritika dhe akuza. Ish kryeministri grek publikon librin Itaka. Ndizen debatet në Greqi. 760 e ca faqe libër normal do ndizet debatëre. Ne s'kemi dëgjuar më shumë 20 minuta në parlament, lexojmë 700 faqe u shpreh një qytetar, po greqisht. Si kishte emrin? Dimitrula. Ekspertët, Rusia, aktori kryesor i kërcënimeve hibride në rajon. Mos ka dalë kategori tjetër për çmimet Oscar? Jo, më jo, ka për tjetër gjë, ojë. Po pse dreqin ju thon aktor për sa çmend, ai lan pa punë. Aktor parlament, aktor këtu, aktor aty. Po ne. Na mbytën aktorët ojëra, po qetësova pse. Po ti çova çuçi 6 për punë, teatri. Ç'kevo për se si nominim më burr. Çallike. Kur ti je nominim, vazhdo bëj kështu deklaratash. Ish presidenti francez Sarkozy refuzoi ushqimin e burgut dhe hëngri vetëm kos. Po s'kishte si të ndodhte ndryshe. Këti kishte kohë që i kishin për punët për shesh. I futi në mëngjes kos, në drekë. Çfarë ka bërë mami dhe në darkë kos. Lufta e gjeneratave, këngëtari i famshëm turk Ibrahim Tatlises pa ditë djali, shkak bëhet nipi. Më thuaj që je Ballkanas, pa më thënë që je nga Ballkani. Na kitarata, vazë zabata, zdiniu kutiriu, seneriu boka. Okej, këto pra ishte, ky ishte fleshi informativ shikues, teledëgjues,
Teletransportues. Teletubbies. Okej, kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, Juli. Kemi pjesë dytë, Juli. Në pjesë dytë kemi Alma Çela e ka ardhur, po pret e shkreta, kështu që le të mos e lëm shumë të pretë. Kam histori çfarë ndodhi, po do ta themi në pjesën e dytë se çka ka ndodhur, si qysh si tek. Ikim dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Vazhdoni që ndroni në Top Albania Radio. Je I veshur, I kollandrisur dhe thua jam si një flutur. Kam edhe qeleshe, kam edhe flamur. Po, për gjithë ju që doni shihni fytyrën e Julit e gjeni te kanali 10 digital. Po, e kaluma të filmin. E sinqert, e qet. Unë jam djalë. Po. Se kemë mua. Ty ti kam thënë. Okej. Jo, lives mi ke thënë ndonjëherë. Do më për Belulin. Jo, s'du për Belulin, po du për E sinqert, e qetë, e buzëqeshur, vjen në top fare për një bisedë për karrierën, sfidat personale, energjinë e saj pozitive dhe rrugtimin që e ka formuar si njeri dhe si moderatore. Alma Çelaj. Çfarë qefi? Ti je me ju të dy, të cilët sa vite kishin që punonit bashkë ju? Angelo dhe 6 vite në radio. 6 vite në radio, 6 vite bashkë. 6 vite bashkë. Po e kemi kaluar atë testin e shoqërisë se njihemi. 7 ndodh. Po shoqëri kemi 8 ne. E kemi kaluar. Vetëm radio bëjmë 6. Jemi shok akademie. E pas kanë kaluar. E është shumë qef të kthehem në radio. Një sekondë, je ti e ftuar me si. Me vështirë. Filloi të na pyet kjo. Prit jemi po lëremi profesion. Dalu bank se ka ndërta. Tash më natë edhe pak. Si çelaj të filmi. Alma. Alma. Të ndjek shumë kjo. Unë ndjek shumë, vetë të dalë një Alma tjetër. Si ishte dita jote sot? Top fare apo topi? Top fare, edhe a çat gentlemani, a vash. O Juli e mbush shejtani Juli, çao. Është një djalë shumë i mirë, është një djalë shumë i edukuar. Është një flutur e vërtet. E tha vet. E dëgjove ma. Është një djalë i mbar, është një gaforre e mirë, është një gaforre e mirë. Unë jam nga ata që eci shtrëmt. Po të dy jeni gafore, dhe gaforet janë gjithmonë shumë të mira. Është vërtet, ata kujdesen për veten, për familjen, kur janë të pjekur janë shumë të mira. Po, ju si jeni? Unë I pjekur jam. Mos më lini të bëhem prap. Domethënë Alma nuk ka ardhur për astrologji dhe për horoskop. Sot jemi të qartë që në fillim. Ke nga këto letra tarot me vetë. Ishim dita ime. Jo, nuk kam, nuk I besoj letrat tarot. Top fare apo top topi? Un kam një ditë top fare. Sot, ditë të tjera. Ka qenë ditë shumë e mirë. Doli dielli, nuk e di e pat ju, çfarë orë zgjoni zakonisht, unë zgjem shumë shpejt. Se mendoj që këta njerëz që zgjohen shpejt e kanë jetën çik më mirë, I vën gjërat përpara dhe sapo pash diellin kishim 7 ditë me shi. Edhe direktarisht është një arsye më shumë për të gëzuar. Se është bereqet. Çuditërisht, po, bereqet, nuk është se kam të mbjella, po gjithmonë nuk ke tok. S'ke tok. Ua, kam tok. Të gjithë ata që janë andaj nga ajo zona ime kanë tok. Po si ka marrë akoma prandaj se është zë me ja dy xhaxhallar. Jo, morën ne përkundrazi, nuk thonë ne kanë falur tokat, andaj nga jemi ne, nuk është se duan tokën. Nuk ka akoma shumë çmim të lartë. Nga Mallakastra, është e vërtetë që ju zjeni nëpër dasma. Kush martohet më? Po jo, e kam fjalën dasma Mallakastriotësh zjeni gjithmonë. Po ti edhe aty komshiun se kuptoj se e bën këtë pyetje. Po, kjo janë ato komshi që bën sikur dëgjon gjë, prandaj. Po, nuk është e vërtetë që zjemi për dasma. Ne dehemi për dasma, festojmë. Po edhe pastaj zje. Dhe po mbaroi mirë është live shumë e mirë. Po ty tregon ta më shumë se dim ç'themi. Ky djalë është nga Fieri, ëh, kështu që keni parasysh që kur të kalojë. Po unë gishta të protestat. Jo, më vlla, kjo është peace and love. Nuk e di unë. Një fierak që kërkon paqen në botë. Patjetër, tutaj for. Çfarë do ti të si mis Shqipëri? Unë dua paqen në botë. Mos më harro. Mister, pse mis? Gjithmonë vajzat mendojmë ne që po ka shumë vite që bëhet djemt. Bëhet më mister kështu. Unë asnjëherë nuk e kam bërë. Po ja do bëhet fier. E ke të marrë me ti. Çmimin e parë merr. Patjetër, Angelo Shkreli. Direkt po thon kape çikte kamera. Alma, televizioni, një ëndër apo erdhi rastësisht? Shiko, un kam një histori shumë të thjeshtë si çdo familje tjetër, ku prindrit donin që vajza e tyre të bëjë një doktoresh. Donin në familjen Çelaj që kur tuaj Alma Çelaj punon doktoresh. Hajt më than deri te imazheriste. Në poshtë nuk donin. Dhe unë nuk I kam pyetur kur hidhnim degët e studimit në maturën e 2013-s, se tashmë I bëm 30 vite jetë. Respekte për 30 vjeçare. Bravo. Dhe të lumtur dhe krenar, ëh. Për 30 vjeçare që duket si 30. Bravo. Dhe realisht kjo është e bukur. Këto duartrokitet I kemi nga është, kemi marrë kështu fansat e tu. Thua vërtet? Si besoj unë. Nuk besoj te kjo fjala fansat, më duket, nuk më. Ne kemi marrë disa dashamirës të tut. Po, janë nga Mallakastriot. Bravo. Kjo është e bukur. Dhe I kemi prindrit u them që në listën e degëve që unë do të përzgjidhja, aty do shkoja me
për mjekë si fillim, imazhirista ishte e fundit, më poshtë nuk më lini. Po. Dhe ata u gëzuan, thanë vajza do shkoj direkt, do bëhet mjekë, ndërkohë që unë kisha hedhur gazetarin si dekën e parë. Isha një student, një nxënëse shumë e mirë. Dhe kur fitova gazetarin, rrjedhimisht ata nuk është se ishin shumë të lumtur për këtë gjë. Domethënë, mendonin gjithmonë të punën që vajzat janë në terren, 2013 ishte ndryshe, nuk do gjëshin vend pune, ç'të duhet dy një. Mendonin gazetarin vetëm gazetarë të terreni. Po, duke bërë e shikonin të vështirë, radio, gazetën, reporterin e shikonin shumë të vështirë për një vajzë në atë kohë dhe nuk e donin për mua atë gjë. Dhe unë nuk e dëgjova, që është e vërteta, dëgjova veten në atë moment, as nuk e dija se ku do më çonte kjo rrugë. Nuk është se mendova që do bësha ndonjëherë gazetare, prezantuese, doja shumë thjesht punoja qoftë edhe në redaksinë e një gazete. Çishi? Më pëlqente shumë puna e një gazetari. Po ç'ishte ky shef i gazetë? Ke parë shumë televizor kur ishe në vogël, besoj. Thjesht kam qenë shumë mirë në letërsi, kam lexuar shumë, kam patur një profesor i cili ka qenë arsye pse unë zgjodha gazetarin, profesori Smetin. Respekt, kush profesori Smeti? Profesori, unë e di që ka dalë në pension se vajza e tij më ka kërkuar një video mesazh për ta uruar, një profesor shumë i nderuar që kishte punuar shumë zonat të Shqipërisë dhe në atë periudhë për fatin tim të mirë ishte profesori im i letërsisë. Dhe duke më parë se sa lexoja, se sa e doja gjuhën shqipe, më thotë që mund të jesh një gazetare shumë e mirë dhe për të shkruar. Dhe brezi im dashuronte të shkruante, brezi im dashuronte të bënte një kronik. Mbaj mend në redaksinë e parë që më kam hyrë në televizion kombëtar në atë kohë, kur e fitova gazetarin, ishte një emocion i papar. Nuk ishte kjo ndjesia sot që ti merr një gazetar, një student nga gazetaria, e sjell për praktikë dhe kur i thua pak, thotë, po pse duhet ta bëjmë këtë punën? Duhet direkt shumë shumë pëlqen, jo po duhet bëjmë si X personazh, duhet bëj këtë. Ndërkohë për ne ishte emocion të hapje derë në redaksia. Dhe vërtet më pëlqen që brezi 2013-2016 në gazetarinë në Universitetin e Tiranës ka bërë një punë të pashme për ta gjetur veten në secilin sferë. Kemi shumë miq të mirë sot në Top Channel që janë që i ke pas shok klase dhe i kam parë vërtet që kanë gjetur veten, pra jo profesionale, por kanë gjetur veten në median shqiptare, dhe është për të vlerësuar. Bukur është më e bukur që kemi reklama. Jo, kur kemi të ftuar nga televizion që i themi thjesht reklama dhe e kuptoj, nuk e shpjegoj. Ne kemi një shkëputje publicitare, kthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni që ndroni këtu më ne. Jemi rikthyer. Kësaj herë top dhe jo fare me Alma Çelaj. Alma, e kujtojmë pak ditën e parë në transmetim, herën e parë para kamerave, si ishte? Emocion, frik. Wow. Komentet pas u fikën kamerat. 8 vite pas. 8 vite. 7 vite pas për programin e parë që unë nisa edhe që u rrënjosa, besoj, aty nisi gjithçka. Ka qenë një program që unë nuk e kam dashur fare. Tani mund ta them, fal Zotit. Po pse kur u futën në shkollë, ç'a ke dashur? Ku e ke parë veten më shumë ti? Ç'a ke dashur të bësh? Nuk e dija se çfarë doja të bëja. Doja të isha një gazetare, të jem realiste. Nuk është se unë shkova dhe kisha bërë gjithë llogarit me laps e letër. Madje unë pasi mbarova 3 vite gazetari, unë u shkëputa një vit, punova në një kompani telekomunikacioni, një rol. Ato që merrin telefon, kam këtë ofertën për ty. Jo, isha një rol zyre, një punë nga ato që ju i quani të mërzitshme, por mendova që nuk do kishte vend për mua në media. E paragjykova. E paragjykova, ndoshta dhe gjykova në bazë të fakteve që unë kisha në duar në atë kohë, më duket sikur nuk do kishte hapësirë, edhe nuk e dija dhe unë se çfarë do bëja. Dhe rrjedhimisht nisur nga një përvojë shumë e vogël në një reklam të caktuar, një zonjë e cila nuk është më në media, në atë kohë zotëronte një media në profil ekonomik, më thret dhe më kërkon një program kulture, mode, diçka asaj natyre. Një program i butë, e quajmë në gjuhën tonë. Por që po mos kishte qenë për atë program, unë nuk do isha këtu sot duke bërë. Jo, do të kishim ftuar për ndonjë gjë, do të kishim ftuar për ndonjë gjë. Filma, sugjerime filmash unë jam shumë e mirë. Okej, do të presim për në fund, mos e vrimendjen, po. Po mos ishte për ftesën e asaj zonje, unë nuk do isha këtu sot. Ajo nuk është më një pronare media, por në atë kohë më bëri shumë mirë se besoj tek unë, tek një vajzë e cila kishte lëvizur nga linja e medias. Dhe nisa të bëj një program që nuk e kam dashur në asnjë moment, por doja të jepja një shans 3 viteve për cilët studiova, edhe për cilët gënjeva dhe prindrit. Po, mos të dilte llafi mamit dhe i babit që e bëre këtë. Doktoresh, kishim zgjidhur jetën edhe ti bashk, por jo. Do kishe ikë ti në Gjermani, besoj. Nuk është se kam menduar në atë periudhë përpara se nisja punën në media, por media ka një gjë kur fillon e bën punën mirë dhe dedikohesh, edhe ju e dini shumë mirë se keni bërë një rrugtim shumë të gjatë. Ngec për mirë se do fort, edhe nuk është më çështje as page, as orari, edhe as atyre kërkesave që thon gjithë ti prap të punën po bën, po ti e do shumë dhe është ajo arsye pse zgjohesh shumë herë në mëngjes për ta bërë siç kam bërë për një 4 vite të mira. Kështu që dita e parë në media ka qenë një xhirim, unë regjistruar në xhiroja më fal. Emisionin e butë që se doja fare. Edhe
e realizova, më duk si limonate, thash. Për 3 vite shkollë për këtë e bëre. Domethënë çfarë do të shpisë pas saj. Por normalisht familja është ajo që të mbështet jashtëzakonisht sa mirë dole. Kisha një program një herë në javë 25 minuta, isha shumë komode. Një punë e lehtë. Legu te xhepi. Më ishte një punë që duke e lehtë, duke u thosha kaq është tani çfarë ndodh? Çfarë është tjetër? Dhe gjithmonë e kam pasur këtë pyetjen me veten që çfarë vjen next, çfarë pason. Domethënë nëse ne ham një darkë pasi jemi duke ngrënë mish ti thua çka ka prap. Domethënë ti jetë pjata tjetër. Po nuk shoh pjatën tjetër, shoh vetëm pjatën time. Edhe kjo është gjë shumë e mirë. Pse mi nuk e shef ti kush i ka hedhur më shumë kujt? Po pse se kam unë këtë pjatën, pse s'merdi mua kjo ëmbëlsira, po pse këtë një pronarin pse solli pjatën pak më të mirë, nuk i kam parë kurrë. Ky pse hodhi kofshën, nuk kam bërë kurrë këto. Edhe nuk është çështje mungese ambicie, por thjesht kam menduar që unë jam e krijuar në një farë mënyre, kam një lloj brumi. Dhe me këtë materialin që unë jam, unë do bëj disa gjëra të caktuar, të cilat do më shërbejnë së pari mua, dhe më pas edhe rrugës që unë kam zgjedhur në media. Pra nuk është nevoja që unë të shikoj çfarë ha Angelo dhe çfarë ha Juli. Unë shikoj çfarë pjatë kam porositur dhe marr riskun tim. Zakonisht çfarë hati? Unë zakonisht ushem mirë, se në fakt kam edika aty në program që më kujdeset që unë të kem një peshë fantastike. Kam një zonjë aty që gatuan gjithkohës gatime të shijshme dhe të shëndetshme. Ti ha ushqimet që bënin në emision? Po. Çfarë thua? Po. Ka i bit shyllit apo? Çfarë bëhet shumë? Prandaj pëlqej televizioni kësaj kohë. Legu po, ushqimin po. Në fakt për ta 7 vite që të vijë te ky program. Kështu që i dhuruari i fituar. Kaqime, duke ide. Çfarë pjesë? Shohet nga shtëpia dhe vjen tani këtu. Mos e provokoni. Una erdhi. Ne jemi bërë 6 kolegë edhe një vit, fillojmë të hapë dhe në qyl. Jo, se më ujë më fal, nuk e pini ju këtu falas. Po ne tam për dongo, jo për të pirë. Po kur ti mbas edhe ju vini tjetër bëni një program ju sjellni këtu. Po na provokon vini. Lutem shumë. Po. Vini është shumë i mirë, duhet ta themi. Po ja, është vetëm i qeshur. Një jetë në këtë profesion, e jashtëzakonshme. Edhe hash me bukë, hash me kosë. Po. Tani pas të dy e tha, no? Pas kaq shumë vitesh, si është televizionin sot? Më shumë dukje, fasad apo përmbajtje për edukim? Shiko, kjo është një pyetje që na bëhet të gjithëve dhe ne pyesim veten. Po, realisht dua që ti të përgjigjesh seriozisht. Unë mendoj që ne jemi të kërcënuar, nëse mund ta them, nga hapësira online. Në kohën që unë nisa gazetarin, të bëje një lajm që kishte një video, të kishte një hyperlink, të kishte disa instrumentat online, duke si një gjë shumë e bukur. Sot ti futesh online dhe ju shehu të dyve nga gjithë bota, kudo ku je, ju akseson, ju rikthen, e merr përmbajtjen tuaj, e shumë fishon, bën çfarë të duash. Fakti që publiku ka alternativa, ne na bën që të transformojmë mënyrën se si bëjmë televizion. Pra, duhet shkojmë shkurt, duhet shkojmë sakt, duhet marrim dhe vëmendjen e tyre. Të treja gjërat nuk i bëjmë dot në median tradicionale, siç është radio, siç është televizioni që unë bëj, apo siç është gazeta që për fat keq ne dim shumë mirë janë mediume të rrezikuara. Siç ndodhi me gazetën dhe radion, edhe ne nëse nuk transformohemi, rrezikojmë që dal nga dal të humbasim vëmendjen. Pra në ç'kuptim transformohesh ti? Që do thot, nuk mund të jemi më në bisedat lineare shumë të gjata, që të kërkojmë që 2 orë publiku tulet përpara ekranit, të mbajë gjithë familja aty dhe të na dëgjojë. Nuk ka për ta bërë askush. Vëmendja është shkurtuar për shpajt të telefonit. Kështu që duhet sigurohemi që të jemi të shpejtë. Çka ke marrë telefonin e fundit ke marrë? Jo, më kam nga disa lek merr kjo. Ta thash ma Stefansa, ata se nuk më ke mua kështu. Unë jam njeri jam shumë rehat në gjën time. Dhe në rast se ne nuk jemi të zotët të kapim vëmendjen, pa humbur cilësinë, se kjo besoj është sfida më e madhe kujtoj që bën media sot. Dal nga dal do humbasim shikuesin. Por unë mendoj që në televizion nuk jam as nga këto idealistët, them televizioni duhet kemi konture, ka vend për gjithçka dhe për çdo. Publiku duhet përzgjedh. Okej. Jo veç ne, sepse nisemi edhe unë marr këtë kritik. Po çe kishit ftuar atë, ai është personazh që sofron asgjë. Un kam 7 të ftuar çdo ditë. Dhe u bëra është viti i 5. Ti gjithë njerëzit e Shqipërisë. Po, është viti i 5 që un çdo javë mund të kem 25 veta. Çfarë bën? Praktikisht, sa kontakte hape pak telefon, sa kontakte ke te telefoni jot? Duhet kem mbi 3000 kontakte. Po hapemi. Po nuk e hapet të jemi te kanali digital po ku i shohim sa kontakte kemi. Futu atje tek ajo shenja e telefonit, shko te kontaktet e ikën fund fare. Ti nënës time po ja shpjegon. Po sa shkoj deri në fund e 3000 veta na mbaroi ora. Më kam qef kur jam kështu drejtues programi i them të ftuar 4254 kontakte.
Okej, bukur, mu duk sikur sa 4854 kontakte, ofertë që nuk. Bukur shumë. Ofertë që s'mund ta refuzosh. Është nëna ime kjo. Shazima. Kemi mesazh në nënës time vini për Almën apo jo? Se ka mesazh nëna jote për mua? Po. Nëna ime E ka emrin Alma prandaj. Vërtet? Oh, sa mirë. E ka vërtet emrin Alma. duke gjithë sikur po tallem. Kemi 4000 Alma në Shqipëri, sa po gjeta një Alma Po tjetër. nëna ime është Alma e. Presi bëhet 24. Ku ka qenë ajo Alma thuaj ti, as nuk ishte mendim. Ktheu te kjo zemër. Kjo është videoja e dytë që më kanë dhënë. Faleminderit. Jeni shumë të mirë. Dikur unë jam deshur me një video tjetër tëndën, me jo nga këto Alma. Një video tëndën ku ti flet për një, unë s'do ta quaj incident, do ta quaj aksident herës sonde. Po. A mund na thuash pak ç'ishte ky aksident për gjithë ata që po na dëgjojnë? Wow. Kujtova se s'do më pyesni më për këtë gjë, por ja ku jemi shumë duam të dalim diku tjetër. Jeni shumë të vëmendshëm. Nëse flasim për incident që mua më ka ndodhur në hipizëm, se nuk do doja ndalesh e gjatë kjo ngjarje, ka qenë një nga ato rastet ku ç'është e vërteta, unë kam qenë në rrezik të vdekje. Dhe është ai momenti ku ti thua që mua s'më ndodh asgjë, unë isha vajza që bëja paragliding, gjitha këto sportet se i përkisnin dhe programit që unë bëja në atë periudhë. Dhe nga një incident në hipizëm, një pakujdesi njerëzore e dikujt tjetër në atë kohë, unë përfundoj tek trauma, me një dëmtim shumë të madh në kokë, ju e mendoni se çfarë ndodh. Uroj kur mos përjetoni një stres të tillë as për veten tuaj dhe as për familjarët tuaj, u shumë vet bota familjarëve, unë njëkohësisht 24 orë nuk munda të komunikoja me ta në asnjë lloj mënyre sepse ishte një periudhë shumë e vështirë për mua në kujdesin e mjekëve. Dhe më është dashur një muaj që unë të rimëkëmpem, të eci sërish. Të ngrihem sërish, se kushdo që ka pësuar një incident të tillë e di mjaft mirë që duhet shumë kohë që ti të kthehesh prapë në rutinën tënde. Dhe ne nuk e dim se sa vlen shëndeti derisa na ndodh një gjë e tillë. Domethënë ne kemi gjithçka, për sa kohë kemi shëndet. Dhe ne pikërisht këtu donim të dinim, nuk donim as të mërzisim duke tregu këtë ngjarje, por gjithë ata që po na dëgjojnë, ta dinë se për çfarë po flasim. Po, dhe se si ndikoi kjo Almës, do ta themi në pjesën tjetër se kemi reklama, se mos bëjmë edhe jam policë shumë i keq, ma lësh mua trafikun e di si të bëj. Gjoba nga 3000 lekë. Aktor dhe gazetar. Gazetar nuk mund ta quaj vetëm te modelimi. Ke parasysh gazetar është shumë fjalë e madhe. Slightly. Po, ikim DJ Vini dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak. Jemi rikthyer nga Polica Angelo. Jemi dhe s'jemi, asgjë nuk kemi, Jo, asgjë nuk kemi. Ai doje. Ne jemi miq të mirë tani, duhet ta themi. U deshën kaq minuta që të bëheshim miq. Si është shqiptari, 5 minuta lërova. Ti pyetjen e Julit. Jo, ti e mban tani. Ky zëri që thonë jo jam unë. Unë jam tmerr në këngë, po të më dëgjosh gjatë. Këndoj çik. Bëhesh keq. Këndoj çik. Betoj çik nga ballçi ha. Nga ballçi. Do një saze kështu? Jo, nuk ja them për popullore. Ja ka që ishte. Nuk s'do të këndosh këtu live. Nuk jam mirë. Nuk thash shqyr që e di që s'jam mirë dhe Kuria jote toka malla kështu fitohet respekti. Nuk e di. Do ju vi prap? Do më ftoni prap? Po. Hajde, kur duash. E kam mall. Hajde. A kjo, bravo Vini. Jo, të lutem, ti nga Fieri nuk kualifikohesh. Do të bëj si Ulli Bakon. O vitet ikin, vitet shkojnë, gjithë shqiponjat fluturojnë. Uroj që Ulli mos jetë makinë tani. Jo, është. Na dëgjon. Është ka lëvizur. Unë pres së shpejti në studio. Me vërtet do ta kesh Ulli Bakon. Po, do ta kem dhe unë kam shumë xhan, këto që këndon muzikën e. Nga që është nga Fieri. Mund këndon këngë popullore. Alma. Çdo person nga Fieri është. Për Angelon. Të gjitha rrugët të çojnë në Fier, këtë po na tregon ti, nuk e di domethënë. Ata mund të bëjmë bypass sa do duash po. Pak serios tani do rikthehemi aty. Po jo. Duhet ta marrim atë që duhet. Do ta marrim në sensën. Jemi lodhur për dëruar gjithë skenart. Pyetje. Ta tregojmë që mezi unë gjitha nga shensori për të ardhur këtu, më mbanin poshtë, më testonin durimin, ëh, duhet ta e mendova një moment, tash po si, pse?
shumë e bukur se ja mora kartën DJ Kloit edhe zbres poshtë për të marrë Almën për ta ngjitur lart, po nuk dia ku ta çekoja kartën. Ora ishte me gisht karta. Sa e takova Almën ishte impresioni im I parë që duhet I bëja Almës për një po. Jemi të organizuar në mënyrë fantastike. Unë kuptova që po ishit. E pesi ishte po. Bravo. Rrofshër më shumë shpëtova. Bukur, kolegët për kolegët. Kolegët për kolegët. Njëra dorë lan tjetrën, të dyja lajn fytyrën. Urdhëro Derman. Po, Alma, si ndikoi kjo ngjarje, ky aksident në mënyrën se ti e perceptoje jetën më vonë? Ndoshta vetë tek njerëzit po rreth, kush u gjën pranë, a u zhgënjeve nga dikush? Jo, nuk unë nuk zhgënjem nga kush se as nuk I vë detyra kujt. Edhe kur nuk I vë detyra kujt ja peshosh, as nuk merrem pas zhgënjim. Jam mërzitur me veten atë periudhë shumë, për shkak se shqetësova familjen time. Nuk do doja kurse si ta bëja. Domethënë çdo njeri ka një qëllim, unë duke qenë se kam patur dhe gjithmonë larg emigracioni dhe shumë arsye të tjera, kam dashur gjithmonë të bëj krenar. Domethënë kam dashur që të jem shqetësimi më I vogël, si fëmia I madh, kush është fëmia I madh e di që ne kemi një fiksim që mos I mërzisim kurr prindrit. Dhe madje të bëjmë pak prindër, urdhëro fëmia e madh, edhe bëjmë edhe pak prindër për vëllezërit më të vegjël. Kështu që fol me Angelën. Jam mërzitur shumë I vogël nënës ti. Jam mërzitur shumë e veten që u bëra shqetësim për ta sepse nuk I kisha parë kurrë aq keq. Edhe jam betuar që për prindrit unë kurrë nuk do bëja më asnjë veprim të pamenduar të rrezikshëm sepse nuk doja të silja kurrë më lot. Siç I kam parë ata, më shumë janë ndihmësur ata se si më pan mua, sesa vetja që qëndrova në të shtrat spitali për një muaj. Kështu që nëse prindërit po na dëgjojnë, thonë pelevën na ka rriti herë kjo ne. Për shkollën na rre pra po jam. Për shkollën. Po nuk I rre më. Ishte e parë të vogël. Duket e shkreta është shumë e çiltër. Bukur. Alma. Sa të mirë që jeni, edhe nuk I kam paguar kur e mendon. Është e parë që I shoh atë. Paguhemi ne. Paguhemi ne që të mbajmë të mira. E di. Mos e vrimon Alma, mos e vrimon. Alma, kemi disa pyetje për ty, për pos le të themi kësaj krizës ekzistenciale që këto gjërat e vogla që I kaluar ti trauma thuaj. Na futen grop. Hajde qeshim. Nuk ke pasur si moment vështirë në jetë? Kam pas, po unë s'para I them. Përpiqem që të kap të gjërat. Ti kap këto gjërat pozitive. Mund të sugjeroj të flasësh. Ti flas, okay, do ti flas. Me miqtë tu të mirë. Po patjetër, ataj. Me Julin. Okej. I dia I drejt çfarë kam bërë, çfarë kam bërë. Më thuaj se. Një emision që nuk e ke bërë por do doje ta bëje. Çka ke qef në diçka për shembull? Ç'a bën bota edhe se bën Shqipëria edhe do doje ta bëje ti ta sillje Shqipëri. Super çka shpik frëngua dhe do ta bësh dhe ti. Un kam provuar të bëj turizmin, edhe mendoj që në Shqipëri bëhen pak programe turizmi, kështu që një format që un kam dashur ta bëj dhe ne nuk e bëjmë, është ai dhe ka marrë këtë ide nga ata që janë të sektorit, I kontrollit të hoteleve, që do thotë ti shkon, edhe shikon cilësi. Po pra, kështu më tha, nuk ishte këtë qëllimi. Ti ja uja e hoteleve. Yes. Do të thënë një reality show ku ti vetë te hotel, po është mënyrë shumë e mirë. Është shumë mënyrë e mirë që si mendon si biznesmen, është shumë mënyrë e mirë sponsorizimi ajo. Merr I vetë aty biznesit I thotë ju. Po kam bërë turizëm, kam bërë për 2 vite, kam bërë një program turizmi, kam udhëtuar në gjithë Shqipërinë dhe Mtej dhe realisht ka qenë një përvojë. Cili ishte vendi më I bukur për post Mallakastrës për të vizituar? Lini. Lini. Po. Fshati Lin, kur ikën për program. Fshati Lin. Ai që është në cef. Pas bëj trend nga zbulimet e fundit, Belçi ka gjën tjetër zbulimi imi, e di se sa mërziten njerëzit që më ndjekin çdo ditë mua, un flas shumë për Shqipërinë dhe për turizmin, po, sepse mendoj që ne si vend as do të flasim më shumë. Një program I tillë, pra, të ketë të kishte një zhvillim të kësaj natyre duke futur në strukturat e hotelërisë dhe duke investiguar se çfarë shkonte mirë, çfarë keq. Realityt, do thoja unë. Kam pasur një test që kam moderuar fan klubin e një reality kur u bë për herë të parë në Shqipëri dhe më pëlqeu mënyra se si publiku tërhiqet. Realityt I duan shumë, pra. Çdo formë reality do ishte interesante edhe pse duket si një peshore e butë, mendoj që do ishte e mirë. Me vërtet. Po. Okej, interesante. Si mendoni? Me kaq sa të njohim duhet edhe pak të njoh më mirë. Vërtet? Po. Okej, tu pa, tu bo. Okej, ky nuk kualifikohet. Po më pëlqen të jem gjatë gjithë kohës në nominim, po s'ke pa gjë. Okej, në rregull, mirë. Ja. Ç'a di kjo për nevi? Ç'a di unë? Moderatori apo moderatore që do doje të kishe në ekran në një emision. Ua, po unë t'ja bëj këtë gjë kolegu tim asnjëherë në botë. Nuk I kemi gafore, unë kemi marrë program dot. I kemi marrë leje. Shiko, unë aktualisht moderoj me Syrianin, që është një djalë fantastik, edhe bën një punë shumë të paqshme dhe mendoj që jemi ndyshe shumë e këndshme. Tani thuaj një emër tjetër, do bëjmë çoka të zhe. Por, dhe do ta zgjidhja do rizidhja pafund, sepse është vërtet një koleg shumë I mirë. Por, ka patur
kam takuar dhe unë idhuj dikur. Pra, se ajo është pyetja. Kam patur edhe unë një bisedë me dikë që ka qenë idhull. Alma ka vendosur. Dhe unë moderatori që do të kishte krah. Kisha një prezantim shoft edhe të vetëm. Domethënë një nga ato one time thing. Po, one time thing, po. Do ishte Adi Krasta. Adi Krasta. Bukur. U pëlqeu si përgjigje kualifikuar. Një emër një arsye qëndron. Një emër një arsye. Po për shkak të kohës dhe rrugës që kam bërë gazetari. Dukshëm, nuk keni koment, ikim tek pyetja. Personi që i mungon më shumë ekranit. Adi Krasta do thosh prap? Kush tha që Adi nuk i mungon ekranit. Adi është. Po më se ka qenë më përpara. Unë do doja shumë. E di çfarë, e di kush mendon që i mungon ekranit. Nga gazetaria. Do jap një përgjigje që ju do ta quani diplomatike, por do ta bëj gjithsesi. Njerëzit që kanë investuar një jetë të tërë në ekran, se çfarë ndodh, pas disa vitesh na zhduken disa figura shumë të mira, edhe me idenë që koha duhet të mjanohen, ju mendoj që kush vlen thotë? Kush vlen duhet jetë aty. Dhe kushdo që ka bërë sa vite të mira, duhet jetë patjetër aty. E lëm kështu që mendojnë gjithë ata që e ka me mua këtë. Edhe unë jam e re, po duhet jenë aty. Alma, ti tani nuk je gati fare për këtë gjë që do të bëjmë ne aty. Mos më bëni të këndoj, ju lutem. Jo, nuk bëjmë atë. Vini. Po gati vini. Patjetër. Oli mikrofonin. Alma, bëu gati sepse kemi përgatitur për ty 30 pyetje ku ti e dashur duhet të përgjigjesh me tek fjalë. Pra me një fjalë të vetme. Nëse thua 2 ose më shumë, ne të rikthejmë te pyetja e parë dhe kjo lojë nuk mbaron kurrë. Okej. Je gati? Jam gati. Ecim. Loja fillon tani. Gati je? Gati. Gjëja e fundit që hëngra. Biskot. Mirë. Era e fundit që bëre sherr. Sot mëngjes? Sot mëngjes. Do të jeni fjalë thon. Vjen nga koka vini. Vini. Po, edhe një herë do të themi. Gjëja e fundit që s'hëngra. Shketi unë rosh. Ama ju me mua me arushën, mos e ndihmo. Gjëja e fundit që s'hëngra ç'a? Mëngjes. Mëngjes, okay. Hera e fundit që bëre sherr. Mëngjes. I ka fshon gishtat e këmbës Alma? Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Po. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua Alma? Po. A të pëlqen kopshit e tu? Po. Ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonc Alma? Jo. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Po. Kosi hajt apo pijet Alma? Hajt. Alma, i bukur apo i zgjuar? I zgjuar. A je i lumtur? Shumë. Para apo dashuri? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e fundit? Hajde, trego. Oh. Kujdes, një fjalë. Shomi, është dhimbje, nuk është puthje, zot. Ishte kështu e papritur. Vini çfarë do të thonë? Ku është kjo? Ku është kjo lagja? Okej, të pëlqen ushqimi kinez nëse po do ta haje një zhapike që moderon emisionin e mëngjesit? Jo. Okej. Po moderon te emisionet darkë, toj ta hëngër. Ajna, më mirë të thot zemër, shpirt apo Moderatorja ime. Zemër. Malla kastrioti ime. Okej. A shan kush e lajmet Alma? Pip. Jo. I ke fshirë ndonjëherë undët me mëngët e trikos? Jo. I bie ndonjëherë qylin tani atë shkosh thash pish tikësh pa paguar. Me tag. Me tag. Si me tagre. Me tag është dy fjalë. Me tag. Bravo! E shef, unë të bëj që të kthesh. Gjëja e fundit që pive para se të haje. Uj. E hera e fundit që bëre sherr. Mëngjes. I ka thon gishtat e këmbës së dikujt tjetër? Jo. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një tenxherën atë. Po. I ke lënë ndonjëherë punët e të tjerëve për të marrë me punët e tua dhe pastaj ke lënë punët e tua për të marrë prapë me punët e tua? Po. Okej. Po Alma, a të pëlqen kopshit e tu? Po. Ke ndërmend të pish kos sot? Jo. Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me atë kosi që nuk pive sot? I bukur apo i zgjuar është ai për të cilin ne mendojmë se ti do të flasësh tani? I zgjuar. Okej, çeka kështu, me diplom. Okej. A je e lumtur me atë që po flasim ne tani? Jo, nëse po flasim me atë, po. Shumë. Shumë, sa bukur. Para apo dashuri, apo pound? Dashuri. Okej. Puthja e parë po puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e parë, se dytën e morën vesh. E para ku ishte Alma? Sa i mirë që është. Faqe, okej, në rregull. Të pëlqen ushqimi kinez ose po, do të haj një zhapik? Thjesht zhapik se radhë. Jo. Ja, nuk e kam. Më mirë të thot zemër, shpirt apo Fierakja ime. Zemër. A shan kur she dikë tjetër që bën një emision më të mirë se tënde? Jo. Okej. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e xhupit? Jo. I bie ndonjëherë qytet shkosh të hash se ti kesh pa paguar me tag. Okej. Alma, hera e fundit që i skuqur nga turpi. Dje.
Të kanë kapur ndonjëherë me dikë dhe i ke thënë e kam thjesht shok? Jo. Okej. Hera e fundit që them më fal. Ha, sot tani na them fal. Sot tani. Alma. Kështu te kjo zemër që do ta bukur hera e fundit që gënjeve. Tani na ke shuar, i di unë ja 2-3 herë që na ke gënjur. Dje. Okej. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Jo. Nëse do të transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do doje të ishe? Dhelpër. Sa që do thoje dhi, si skile. Po, dhelpër, po. Më mirë të duash apo të duan? Kujdes. Një fjalë. Dua. Dua dhe s'dua. Me kë nuk do doje të shihje as në ëndër. Pra, kë nuk do doje të shihje as në ëndër. Thuaj një emër. Një emër, ha. Me mua. Shibërë. Se që është sta ty, Alma, ke qeshur ndonjëherë në varrim? Alma, nuk të tha më shloj që nuk flet. Me një fjalë dash. Një fjalë. Çfarë bën kur s'ket ç'a bën Alma, na e thuaj se të gjitha e kanë thënë. Hajde, çfarë regjisor. Nëse do zhdukeshe për një ditë, ku do shkoje? Në Mallakaste. Në Patos. Ballësh. Thuaj, Alma. Vizion. Okej, bukur. Nëse do të mund të dilni një takim me një person të fafshëm në të gjithë historinë e njerëzimit gjallë apo të vdekur, kush do të ishte? Ktu mund të thuash emër, mbiemër dhe arsyen sepse do dalësh, se është pyetja e fundit. Tarantino. Thuaj më shumë se nuk. Quentin Tarantino, regjisorin tim preferuar, ta pyesë se çka patur mendje ku ka bërë ato filmat e tij. Cilin nga për shembull? Kill Bill. Do të rrem çu që 6 për punë. Alma, ja dole me pak sforco që t'ja kaloje. Ishte të vështirë. Po të lutem shumë, ta bëm shumë thjesht ty. A e vështirë? Vërtet? Ka ndikuar Juli. Vërtet? Po. Da edhe unë nuk të zgjodha aty. Po zgjodha atë. Mos e shifjas në. Alma, Mund të flas tani tortur për njëri që flet shumë, është tortur kjo që i bëni ju. Tortur, mos merrni më gazetar. Mos na e vill se kemi me drejtë. Vini do lekët. Po. Shiko. Ne kemi një kontratë kur u futëm në Top Albana Radio, kishim një kontratë që me çdo të ftuar e kemi me përqindje se sa fjalë të mira thot ai, aq lek marrim ne. Për ju të dy. Edhe vini 3. Edhe vini. Po duhet na e thua shumë shkurt se vini na vrau se kemi. Po vini e kam më të lehtë, po për ju të dy duhet të jemi paketë. Jemi paketë. Merru me Juli. Nga vini e kemi pra. Do të them fjalë të mira për ju. Alma 2 paketa, vazhdo. Shënojnë të gjitha Alma. Çdo fjalë shënohet, ëh? Po, fjalë të mira. Fjalë të mira për ju. Hajde. Të dashur, të sjellshëm, të kujdesshëm, bashkëpunues, më ngjitën me ascensor, nuk më lan vjen nga shkallët. Duash ti s'ke shkallë. Gentil, për krahës, jo ngacmues, djemt mirë me vizion këta dy. Respekt. Edhe çuna që i duhen radios pafund. Bukur shumë. Top. Të falenderojmë shumë. Ja, e kemi Mallakasiotët, Mallakasiotët. Janë të gjitha ty, ju dua dhe ju. Të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kalosh këtu me ne. Ku ka si ti o shqipëria ime, o fisnika për mbi gur, rjen në këngë ligjërime, ballë larta me flamur. Pikës kishte këtë. E shikon e çfarë kolege kam apo nuk e Mirë se erdhe Erba Mici me këtë zë fantastik. Një shenjë dhe një sinjal se çfarë ju pret më vonë. Po në lanço. Po veç muzikës, po muzika dihet po. Po Erma, po e ke gjithë këtë vuxhut fëmi got. Ke shpella plumba si Të gjithë së bashku ke shpella plumba si të gjejnë vuxhutin e Ermës, ndërsa për ju që kjo vuxhutin qaka si fjalë pisët më valla. Jo, nuk është vuxhut nuk është e pisë, më është ajo gjëja që ke ti nga brëndsh. Jo. Le të themi energjia e brendshme që. E kuptoj, po nuk e di pse. Pe gjem një sinonim ndoshta. Nuk tingëllon aq mirë. Ka që është me xhut nga mbrapa, se ishte vuxhi. Ka problem. Nuk kemi shumë probleme. O David si e di? Ja. Pra, David kush e zi? Un sot patriot, si kur herë. Bukur. Vetëm sot je David. Vetëm sot jam. Po për festa do ikesh në Stamboll apo jo? Isha në fakt, para një jave isha në Stamboll. Erma si ma shpjegon që për festat e nëntorit këtu
bëhen, le të themi, biletat shumë lirë me Turqinë. Si ka mundësi? Po sepse me sa kam dëgjuar unë në një emision para disa vitesh në Shqipëri, në këtë Turqi jetojnë të paktën 6 milion shqiptarë. Kjo është e vërtet. Po. Edhe ti thua e bëjmë për këtë gjë. Ndoshta. Shkojmë festojmë Po andaj. edhe në Amerikë fillojnë festojnë shqiptarët më shumë. Unë kam vënë re në diasporë ka më shumë shqiptarë se sa këtu, me thënë drejtë. Po koleg, është shumë e thjeshtë. Atje janë 6 milion, këtu jemi as jemi 3. Më shumë atje, Gjejnë festojmë atje. patriotizmin në territor tjetër. Okay. E shpërndajnë këtë elementin e shqiptarit. Okay. Grupi ne do t'ju lëm stafetën. Faleminderit Do t'ju shumë. dëgjojmë rrugës kur t'ikim për shtëpinë, makinë. Me përshtypjet më të mira. Fjalët e mira e thot Juli. Po, pse ma merr batutën se më merr lekët. Fjalët e bukura për fund të emisionit i thot Juli, po. Ne do ikim të dëgjojmë sërish të hënën e ardhshme. Po, atëherë kemi ikur me kohën e me vakt. Po deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni në Top Albania Radio. Erma dhe Davidi janë pas pak. E kuptuat se çfarë ritmi ka ky emision sonte. Kështu që po e lëm me energji për t'ju pritur një energji më e madhe.